Duke bërë këtë më parë, ajo mund ta bënte vetë këtë herë. Ndërsa i jepte lam të mirë me dorë nënës së saj, ju kujtua ta telefononte sapo të mbaronte. "Shihemi në shtëpi e dashur", tha nëna e saj. Megjithatë ajo nuk e kishte idenë se deri në fund të ditës, e bija e saj do të ishte një person krejtësisht tjetër. Gjatë kontrollit të saj rutinë në spitalin e Oklahoma City, Ali Lipon, një grua e re e gjallë që pëlqen aventurat, hyri në korridoret e pastra të bardha të spitalit. Ajo eci drejt repartit special të grave, e pritur nga aroma e veçantë e antiseptikut dhe zhurma e zbete makinerive mjekësore. Nuk kishte idenë se kjo vizitë e zakonshme do të kthehej shpejt në një labirint të pakëndshëm dhe misteri. Në moshën 14 vjeçare, Ali hyri në repartin e spitalit për kontrollin e saj të rregullt. Shithat e saj të sulmuar nga era sterile desinfektantëve ishin duke ecur nëpër labirintin e korridorëve drejt repartit special të grave. Dr. Harold ishte vonë. Kishte një ndjenjë shqetësimi në rritje me Salit. Të priste vetëm nuk ishte gjëja e saj e preferuar. Pavarësisht aromës familjare të antiseptikut, adoleshentja e friksuar rrinte ulur në mjedisin steril të repartit special të grave. Gjatë viteve, ajo ishte mësuar me kontrollin e saj rutin, por kishte një energji anktioze në dhomën e pritjes, ajri ishte i rëndë dhe në pritshmëri. Pa pritmas, një burrë shfaqte dera me nxitim. Ai hyri me vrull në dhomë, sytë e tij ishin duke kërkuar rreth e rrotull, sikur po kërkonte një dalje. Ali nuk mund të ishte qafe një ndjenjë të çuditshme, ndërsa arrinte ulur në dhomën e ekzaminimit. Dr. Gonzales u shfaq në anën tjetër të derës, një i huaj për të. Papritmas ai hyri, duke i prekupuar dhe murmuriti se po zëvendësonte një mjek tjetër. Megjithse Ali hezitoi, ndjenja e urgjencës në dhomë e detyroi të vazhdonte përpara. Si mjek zëvendësues, Dr. Gonzales, duke i hutuar dhe i nxituar në repartin e specializuar. Ai hyri në dhomë, sytë e tij ishin duke lëvizur rreth e rrotull, sikur po përpiqej të kapte orën që vazhdonte. "Më fal për vonesën, zonjusha Leon", murmuriti ai pa e parë atë. "Sot po zëvendësoj Dr. Williamsin, le të fillojmë." Atmosfera kaotike e një institucioni mjekësor të zënë kontriboi në pamjen e tij të çrregullt. Sipas Alit, fillimisht ajo nuk kishte ide ku ishte mjeku i saj, Harold. A do të mund t'i besonte këtij mjeku? Ndërsa ishte zhytur në mendimet e veta, Dr. Gonzales kontrolloi mekanikisht shenjat jetësore të Alit. Një dhimbje e papritur i përshkroi trupin. Ai tha: "Je në shëndet të mirë." Kur ajo kuptoi se ky nuk ishte një kontroll ginekologjik i zakonshëm, hutua. Pavarësisht përpjekjeve të saj më të mira, nuk mundi të dëgjoheshin shqetësimet e saj. Kush ishte ai dhe çfarë po i bënte asaj? Duart e tij lëviznin mekanikisht ndërsa kontrollonte shenjat jetësore të Alit. Mungesa e fokusit të tij ishte e dukshme. Shpina e saj ndjeu një ftohtësi të pakëndshme. Ajo po trajtohej me instrumente mjekësore të ndryshme. Nuk ishte asgjë rutinë në këtë kontroll ginekologjik për të. Pyetjet e saj u hodhën poshtë nga mjeku me përgjigje të qarta. Ndërsa Dr. Gonzales kontrollonte shenjat jetësore të Alit me një ajër të kujdesit të shkëputur, ai kaloi shpejt në përveprime. Ajo nuk ishte e sigurt nëse ajo që po bënte ai ishte e lishme, sepse ajo ishte një vajzë e re që përpiqej të bënte bisedë të vogël me mjekun. Ali ndjehej shqetësuar. Fjalët e saj u pritën me një përkulje të shpërqendruar ndërsa pyeste: "A është gjithçka në rregull?" Një dhimbje intensive kapi barkun e Alit, ndërsa një ftohtësi e ftohtë i përshkroi trupin. Duart e saj kapën skajt e tavolinës së ekzaminimit, ndërsa ajo u tkurr. Një ndjenjë pranisë së zymt shkëlqeu në sytë e saj, ndërsa ajo merrte frymë me dhëmbë të shtrënguar dhe shprehu: "Doktor, diçka nuk shkon mirë." Duke injoruar shqetësimet e saj, Dr. Gonzales vazhdoi ekzaminimin. Rrajet e zemrës së Alit u shpejtuan dhe pika djersë formuan në ballin e saj. Dhoma duke sikur po turbulloi dhe një ndjesi e fatkeqësisë së afërt po afrohej. "Ju lutem, çfarë po ndodh?" Ali ju lut. Zëri i saj ishte i tendosur. Kishte një dhimbje të mprejtë në stomakun e saj dhe ajo mbante stomakun në agoni. Donte të ngrihet dhe të ikte, por thjesht rrinte aty e pafuqishme. Dr. Gonzales, duke u zgjuar më në fund nga ndërrimet e tij, duke i hutuar: "Je mirë, vetëm relaksohu", tha ai me shpërfillje, i pavëmendshëm ndaj agonisë në rritje të Alit. Dhoma johonte me dizonancë mes vuajtjes së Alit dhe sigurisë indiferente të mjekut. Ali u përpoq të vepronte si e rritur. Ajo i tha vetes se këto ishin dhimbjet e feminitetit, por ajo vetëm po përpiqej të ndjej më mirë.
Ndërsa dhimbja shtoi, instikti i Alit bërtiste se diçka nuk shkonte. "Ndal", ju lut ajo. Të shpërimi ishte duke mbuluar fjalët e saj. Ajo përpoq të mblidhte rrobat dhe të largohej. Doktor Gonzales ndaloi. Sytë e tij takuan të saj, por pesha e situatës duke e humbur për të. Ajo përpoq ta qetësonte Alin dhe ajo ndaloi për një moment dhe shikoi drejt në sy. Në heshtje mbytyse që pasoi, një infermiere hyri me vrull në dhomë duke ju përgjigjur alarmeve të heshtura të shkaktuara nga gjendja e përkeqësuar e Alit. Trupi i saj po nxehej dhe ajo ndjehej pakëndshëm. Paniku pikturoi fytyrën e infermieres ndërsa ajo vlerësonte situatën, duke marrë kontrollin e momentit kaotik që doktor Gonzales duke se e kishte anashkaluar. Ai ishte në botën e tij. Ali tani e lagur nga djersa arrinte hutuar në tavolinën e ekzaminimit. "Gjithçka është në rregull e dashur, mund të vishesh", tha mjeku. Infermierja shkëmbeu për shpërime urgjente me një koleg që kalonte, duke hedhur shikime të kujdesshme drejt doktor Gonzalesit. Ali, e çorientuar dhe shqetësuar, nuk mund të mos pyeste veten çfarë kishte ndodhur. Ata shpejt e ndihmuan të përgatitej dhe i thanë se mund të largohej. Episodi e la Alin duke u përpjekur me një vorbull emocionesh, frikë, konfuzion dhe një realizim i pakëndshëm se mjeku që e kishte ekzaminuar aq pa kujdesshëm mund të kishte luajtur një rol në dhimbjen misterioze që e kapte ndërsa rrinte aty. Pyetja e papërgjigjur i qëndronte në mendje. Çfarë po bënte doktor Gonzales gjatë atij ekzaminimi dhe pse duke kaq indiferent ndaj shqetësimeve të saj? Hijet e pasigurisë rëndonin mbi Alin, duke hedhur një hije dyshimi mbi vizitën që duke rutinë, e cila kishte spirale në një enigmë të çuditshme. Ali shkoi në shtëpi e hutuar. Javët kaluan dhe shëndeti i Alit u përkeqësua. Dhimbja vazhdoi, një dhimbje misterioze që refuzonte të shpjegohej. Nëna e saj ishte shqetësuar, duke ndjerë se diçka nuk shkonte, vendosi ta çonte përsëri në spital. Ali nuk donte të kthehej atje, por i duheshin përgjigje. Ajo e dinte se ata I kishin bërë diçka. Nëna e saj Kandes, duke ndjerë se diçka nuk shkonte, këmbguli për një vizitë të kthimit te mjeku doktor Gonzales, përsëri duke I nxituar dhe indiferent. Ata ju nështruan testeve të rregullta dhe mes konfuzionit u krye një test shtatzanie. Tronditja pikturoi fytyrën e Alit, ndërsa e vërteta u zbulua. Ajo ishte shtatzan. Zbulimi I abiti si nënën ashtu dhe të bien. Ali mohoi me forcë se kishte një të dashur. Doktor Gonzales urdhëroi një sër testesh duke përfshirë test shtatzanie të papritur. Ali e tronditur dhe hutuar rinte ulur me ankth duke pritur rezultatet. Dhoma duke sikur po mbyllej ndërsa ajo përballonte zbulimin. Nuk mund të jetë shtatzan, ajo nuk ishte një të dashur. "Çfarë po I ndodh vajzës time, doktor?" Ju lut nëna Alit dhe dëshpërimi ishte I dukshëm në sytë e saj. Por mjeku mbeti I habitur. Testi shtatzanisë doli pozitiv, duke coptuar botën e Alit. Nëna e saj, e ndarë me zemërimi dhe konfuzionit, kërkoi një shpjegim. Ajo u rreshtua në krah të vajzës së saj. Ali mohoi me forcë çdo përfshirje romantike dhe nëna e saj luftonte të kuptonte rrethanat e pashpjegueshme. Doktor Gonzales premtoi të gjente përgjigjet e tyre dhe u kërkoi të mos I tregonin bordit të spitalit çfarë kishte ndodhur. Ndërsa ditët kalonin, Ali e gjeti veten të humbur në një vorbull emocionesh. Përshpërimat e korridoreve të spitalit jahonin në mendjen e saj. Mjeku I kishte ngatëruar detajet e saj me një grua tjetër me të njëjtin emër. Çfarë kishte bërë doktor Gonzales gjatë atij kontrolli të çuditshëm? Dyshimet e gërryenin dhe ajo nuk mund të ishte qafe ndjenjën se diçka errët fshihej poshtë sipërfaqes. Ditët e Alit u bën një turbullim vizitash te mjeku, emocionesh kontradiktore dhe pesha një shtatzanie të paplanifikuar. Ajo ndjej sikur ishte shinjestruar nga mjeku ose viktime ndonjë shakaje mizore. Misteri doktor Gonzales e ndiqte në mendimet e saj dhe ajo filloi të gërmonte në të kaluarën e tij. Thashëthemit për keq përdorim dhe etik të dyshim rrethonin emrin e tij. Pse mori atë rrezik? Të vendosur për të zbuluar misterin, ata u zhytën në rrethanat rreth asaj dite fatale. Një hetim zbuloi një ngatërresë tronditëse nga doktor Gonzales. Ai kishte kryer gabimisht një trajtim fertilizimi in vitro te Ali, duke e ngatëruar me një paciente tjetër që ndante të njëjtin mbiemër. Por a mund t'i besonin atij? Vendosmëria e Alit u rrit, e ushqyer nga dëshira për përgjigje. Ajo përball me stafin e spitalit, kërkoi regjistrimet e saj mjekësore dhe kërkoi një mendim të dytë. Por njerëzit nuk lejoheshin të komentonin mbi rastin. E vërteta u zbulua ngadalë, duke zbuluar një pamje shqetësuese të mashtrimit dhe tradhtisë. Doktor Gonzales
kishte manipuluar regjistrimet e saj duke fshehur natyrën e vërtetë e atij kontrolli fillestar. Zbulimi dërgoi Valtron ditëse nëpër spital, duke ndezur hetime dhe veprime ligjore. Guximi i Alit përballë vështirësive u bë një fenë shprese për të tjerët që kishin rënë viktimë veprimeve të mjekut të pandershëm. Komuniteti mjekësor mblodh për të ndrequr padrejtësinë dhe qëndrueshmëria e Alit e shndërroi atë në një simbol të paqëllimshëm të forcës. Ajo u bë një heroin, ndërsa procedurat ligjore zhvilloheshin, Ali nuk mund të mos pyeste veten për motivet e Dr. Gonzalesit. Çfarë kishte shtyrë atë të tradhtonte besimin e pacientëve të tij? Pyetja qëndronte si një fantazme frikshme që refuzonte të zbehej. Ali, tani një mbjetuar e qëndrueshme, përballonte një të ardhme të pasigurt me një përzierje frike dhe force të re, e ndryshuar përgjithmonë nga rrjeti ndërlikuar i mashtrimit, i hendur brenda mureve të spitalit. E tërbuar, nëna e Alit, e ushqyer nga dëshira për drejtësi, mendoi të padiste Dr. Gonzalesin për gabimin e rënd. Ali megjithatë kishte një perspektivë tjetër. Ajo vendosi të kërkonte gruan që supozoi të merrte trajtimin e destinuar për të. Tensionet në ajër u rritën ndërsa ata gjurmuan marrësin e synuar. A ishte ajo e vetëdijshme për atë që kishte bërë mjeku? Takimi mes Alit dhe gruas, jeta e së cilës kishte marrë një kthes të papritur për shkak të neglizhencës së mjekut, që e mbushur me emocione të forta. Gruaja e quajtur Emily ishte mërzitur dhe e ndarë mes dëshirës së saj për një fëmijë dhe rrethanave të papritura rreth kësaj shtatzanie të paplanifikuar. Ajo kishte luftuar për vite me radhë për të pasur një fëmijë. Mes pezullimit doli një vendim jo konvencional. Ali, edhe mshur dhe empatike, ofroi një zgjedhje që e late gjithë në dhomë të habitur. Ajo vendosi të dëgjonte anën e Emilys. Ajo sugjeroi të mbante fëmijën deri në lindje për Emilyn, duke vepruar si një surrogate për fëmijën që duhet të ishte i saj. Emily u gëzua te mase, por ai ishte ky plani i saj që nga fillimi. Zbulimi qëndronte në anjër si një fije delikate, duke lidhur jetët e 3 grave në një vallëzim të ndërlikuar të fatit dhe zgjedhjeve. Lidhja e papërshkruar e krijuar në atë repart special të grave do të ndryshonte përgjithmonë rrjedhën e jetëve të tyre, duke endur një tapiceri pezullimi, drame dhe në fund një kthes të papritur të dëmshurisë.